Përshëndetje. Dita e mirë shihet që në mëngjes, thot populli. Grupet e punës të partive politike nisën me disa ditë vonese shqyrtimin e pakos nga e cila priten reforma në sistemin zgjedhor të vendit. Kryeministri raportohet të ketë kaluar pushimet diku në Izrael, ndërkohë që në vend duken sinjalet për fillim të fushatës për zgjedhjet e planifikuara për muajin prill të vitit të ardhshëm. Mirë po, qëfar e pret aktualisht Maqedonin deri në këto zgjedhjet parakoshme, sa do t'jenë të realizueshme reformat e shumë pritura, si të vendoset besimi në institucione, si të kemi zgjedhje të lira e të ndershme, pse jo edhe media të lira e të përgjegjshme. Këto çështje do t'i diskutojmë në zigzagun e sontëm. Të ftuar të mi miq të nderuar, sonte janë zotrinjt Naim Rashidi nga grupi ndërkombëtar i krizave dhe profesorët Milaim Fetai e Sefer Tahiri në rolin e analistëve politik në këtë debat. Unë jam Seladin Gjezairi. Mirë se erdhët. Zoti Rashidi, të fillojmë me ju. Grupi ndërkombëtar i krizave kohë më parë publikoi një analizë për Maqedoninë të emërtuar si Maqedonia çmontimi i bombave. Duke marrë parasysh se tash kemi një marrëveshje të arritur me ndërmjetësim ndërkombëtar të faktorëve kryesor të skenës politike, mendoni se kjo marrëveshje do të çmontoj, do të shturë këtë krizë shumë mujore, për të mos thënë edhe shumë vjeçare politike në Maqedoni? Besoj që marrëveshja do të filloj të zgjidhë çështjen, do të filloj një proces të ri politik, të jap një shpresë të re, sepse në krizën çfarë ishte dhe në mungesë të vullnetit për marrëritje marrëveshje, vrehe një agoni e madhe në shtet, vrehe një status quo e rëndë, e cila zakonisht në vendet tona të Ballkanit status quo-ja do të thonë krizë serioze apo potencial për degradim të situatës apo konflikt. Dhe besoj që marrëveshja si e tillë në sytë dhe në prezencën e faktorit ndërkombëtar do të jetë ngushtë e lidhur me perspektivën e Maqedonisë për integrimet euroatlantike dhe do të jetë vështirë e kthyeshme. Vetëm se nëse me të vërtetë liderët duan ta bëjnë të paimplementueshme. Përndryshe, përkundër mungesës ose defekteve eventuale gjatë implementimit që mund të ketë, marrëveshja nuk e besoj që do të kthej proceset mbrapa dhe do ta humb peshën e vet. Marrëveshja ka për qëllim ka dy faza. Fazën e parë që është besoj shumë e rëndësishme është përgatitja deri në zgjedhje, përgatitja e zgjedhjeve. Pse po e them, dhe pjesa tjetër është pjesa me të vërtetë e demokratizimit të shtetit, bërjes së reformave reale dhe zhvillimit të shtetit. Kjo pjesa e parë do të thotë që do të kemi nevojë për disa reforma urgjente, sepse i gjithë sistemi nuk do të riparohet, i gjithë sistemi nuk do të demokratizohet, institucionet nuk do të zhvillohen ashtu siç duhet, por deri në prill, por spaku deri në prill, deri vitin e ardhshëm kemi një seri reformash që kanë të bëjnë me zgjedhjet, që ndërlidhen me zgjedhjet, sa i përket rendit dhe ligjet, sa i përket medjave, zgjedhjeve, sistemi zgjedhor, listës dhe votuese, kështu që të kemi një fillim të ri ose rifillim të demokracisë, një farforme sa i përket zgjedhjeve. Pastaj për çdo qeveri të re do të mbetet punë shumë e madhe për bërjen e reforma reale. Zoti Fetai, zoti Rashidi thotë të kemi një rifillim të demokracisë në Maqedoni. Fillimi i zbatimit të marrëveshjes, implementimit të marrëveshjes që ditën e parë latë kuptohet se nuk ka për të shkuar ashtu siç duhet, gjithnjë duke marrë parasysh se nuk u mlodhen grupet e punës për hartimin e pakos zgjedhore. Është ky një ogur i mirë, një sinjal i mirë, apo? Po, ky sinjal jo i mirë, ta themi, pasi nuk u takuan në kohën e caktuar që ishte para është një vazhdimsi e një papërgjegjësie të themi bartësve të funksioneve të larta në Maqedoni. Maqedonia ka gjatë kohët që është një krizë thellë të zhvillimeve demokratike.
kjo është vetëm ajo maja, ta themi, e të gjithë kësaj që po ndodhen, mirë po unë i bashkangjitem energjisë gjithësi shpresave optimiste se me nënshkrimin e marrëveshjes e cila u realizua ashtu si u realizua me shumë probleme, me shumë rezistenca, deri në momentet e fundit nuk diheshte se a do të vendoset nënshkrimi në këtë marrëveshje. Unë mendoj se kjo krizë, cila i ka rënjës shumë thellë në funksionimin e sistemit juridik, politik, por edhe të marrëdhënieve shoqëroro-politike më të thella në Maqedoni, duhet njëre për gjithmonë, mendoj se ishte koha e fundit që të morë një kahje pozitive, një kahje të themi të vazhdimësisë së idesë se një Maqedonie multikulturore, multietnike, një shtet demokratik i cili me të gjitha elementet negative që i ka para kushtet të themi, të shkoj drejt rrugës së integrimeve euroatlantike, por një bazë paraprake e kësaj është stabilizimi demokratik që nënkupton mbi të gjitha implementimin e të gjitha pikave që parashifen në marrëveshjen e 2 qershorit, gjithashtu të plotësuar në marrëveshjen e 15 korrikut, edhe të gjitha sugjerimet, raportet, edhe të komisionit të udhëhequr me Pribe, po edhe raportet paraprake, edhe të gjitha analizat që janë bërë vite me radhë Maqedonisë, që i bën institucionet relevante ndërkombëtare, ku gjithmonë në mënyrë shumë decide është cekse në Maqedoni punët nuk shkojnë në drejtimin e zhvillimit të demokracisë së mirëfillt, ashtu si pritet dhe si dëshirohet. Çështja që shtrohet, zoti Tahiri, është a do të kenë liderët tanë politike kurajon dhe pse jo edhe përgjegjësinë politike që firmat e vëna për të garantuar se vendin më në fund do ta nisin rrugës së drejt integrimit euroatlantik do ta vënë në jetë. Unë mendoj se vetë marrëveshja e arritur midis liderëve politikë është një kompromis. Është një kompromis i dhimbshëm jo vetëm për pushtetin, jo vetëm për VMRO-DPMN, por edhe për opozitën maqedonase, me që shpresat ishin tepër të mëdha që kjo marrëveshje do të sjellë një qeverisje 3 e cila nuk do ta ketë primatin pra në këtë qeverisje VMRO-DPMN-ja. Konsideroj se këto zigzake të shpreh me emërtimin e misionit tuaj që bëhen në fillim janë të pritura sepse është çështje e lojës politike dhe çështje se si do të pranohet apo si do të akceptohet marrëveshja politike nga qytetarët. Çështja është se kjo marrëveshje pra pavarësisht se në të ceken disa nga reformat është marrëveshje ekskluzivisht për garantimin e zgjedhjeve të lira apo parakushteve minimale demokratike për të pasur zgjedhje të ndershme dhe të lira. Unë mendoj se marrëveshja do të hasë në disa probleme zbatimi i saj, pra në disa probleme kryesore që kanë të bëjnë me rregullimin juridik të Maqedonisë. Çështja e parë është çështja e supervizionit nga ana e zëvendës ministrave. Pra, sistemi politik dhe kushtetues i Maqedonisë nuk e njeh funksionin e supervizimit të zëvendës ministrit, sepse me sistemin legjislativ aktual, zëvendës ministri është vetëm një funksion kur ministri i delegon detyrat të caktuara. Çështja e dytë është çështja e prokurorit special. Më thënë, është një çështje pra funksionimi i këtij institucioni për cilin nevojitet një ligj i veçantë. Megjithatë, çështja është se vallë ky prokuror special do të ketë kompetenca ta thirrë në bisedë apo në domethënë për trajtimin e rastit puç dhe rastit të bombave, liderin e opozitës dhe kryeministrin dhe nëse ka përgjegjësi penale, juridike, a mund të ketë pasoja apo të zbatohen pra efektet juridike për arrestimin e tyre. Unë mendoj se këto janë çështje tepër delikate dhe aktualisht në Maqedonia përballet me një krizë të thellë të sistemit politik dhe marrëveshja do t'i ketë peripecitë e saj, do t'i ketë vështirësitë e zbatimit, por konsideroj se të paktën sa i përket reformave zgjedhore, nëse garantohen parakushte
demokratike sa i përket reformave në Komisionin Shtetëror, Zgjedhor, reformave në media dhe disa reforma tjera mund të shpresohet se marrëveshja do të jetë e efektuar. Zoti Rashiti, ju kujtoj se keni dhënë analizën e grupit ndërkombëtar të krizave një diagnozë do thosha reale duke e cilësuar gjendjen në Maqedoni si gjendje shoku dhe duke i saktësuar edhe problemet, skandali i përgjimeve në mas, incidenti në Kumanovën etnikisht të përzirë. Çështja që shtrohet tani është do të esullohen politikanët e këtushëm që t'u japin udhë këtyre çështjeve për cilat të flet zoti Tahiri? Lista e çështjeve që ngreju zoti Tahiri është shumë e saktë dhe kjo flet për atë minimumin për një proces zgjedhor relativisht fair apo të pranueshëm për të gjithë, sepse besimi edhe në proces zgjedhor si çdo çështje tjetër është ulur, ose ka rënë maksimalisht. Po unë besoj që këtu flasim nuk flitet për ndonjë shumë të panjohur. Flasim për një çështje madhore. E para është që gjitha këto reforma janë mirë të evidentuara në raportin ODIHR-it, në raportin e Pribes, në raportin e Progresit Bashkimit Evropian, në raportin ton. Unë kujtoj këtu që në 2011 kemi bërë një analizë shumë gjënë dhe inkuraj njerëzit të lexojnë quhet 10 vjet pas luftës, Maqedonia 10 vjet pas luftës, dhe e sheh se si është para pa se Maqedonia do të futet një krizë shumë të thellë se atëherë që ishte. Dhe jemi sot ku jemi. Po këtu më flasim për dy komponente kryesore, besoj tash, edhe në raport flasim për vullnetin politik të liderëve, në veçanti të dy liderëve të Maqedonisë, sepse siç u pa edhe gjithë ky proces u bë me një presion të madh, me një mund të madh, derisa u bindën liderët derisa u pajtuan për këtë marrëveshje dhe flasim por kjo është çështje vullneti politik. Dhe e dyta është çështja e angazhimit ndërkombëtar. Ne insistojmë shumë dhe besoj që është vërtetuar tani më edhe me komisione tjera që faktori ndërkombëtar duhet të jetë thellësisht i involvuar jo vetëm në monitorimin e bërjes së reformave, po në dhënien e asistencës në ato grupe punuese në bërjen e reforma, në dhënien e asistencës ekspertizës, një lloj me hetimet në Kumanov, një lloj me hetimet për përgjimet, që të ketë një asistencë direkte, profesionale, të vendeve anëtare të BE-s dhe të SHBA, raste të tilla kemi pas misionin e BE-s pas luftës këtu në Maqedoni, ka ekspertiza të ndryshme të cilat delegohen me ftesë dhe të cilat bëjnë punë shumë të mirë, dhe ajo që duhet të them është që tëmetat ose problemet janë shumë mirë të identifikuara dhe grupet punuese për aq sa ka punu deri tash ka identifikuar, ka bërë listën planin aksionar të gjitha çështjeve të cilat duhet të adresohen deri në zgjedhje. Esenca ishte që deri në marrëveshjen e 15 prillit nuk kishte konsenzus politik për të bërë ato reforma, sepse Partia Maqedone Opozitare bojkotonte grupin punues. Megjithatë, ekziston një shprehje, zoti Rashiti, se midis normatives dhe reales ekziston një det i tërë. Jo, në fakt, në normativ, në legj Maqedonia është shumë avancuar në krahasim me rajonin, edhe me Serbinë dhe edhe me Kosovën edhe me Shqipërinë. Sa i përket legjislacionit në letër, Maqedonia është vendi jashtë integrimit, është vendi ku legjislacioni ka më kompatibil me BE-n se çdo vend tjetër. Ajo që ka deviju implementimi dhe ose siç e quajnë kapja e shtetit nga partia në pushtet, e cila ka penguar zhvillimin normal të institucioneve. Gjitha institucionet, gjitha mekanizmet janë në vend. Që duhet bërë, duhet ndryshu kulturën e veprimit politik për të mundësua të institucionet të kryjnë punën e vetë. Si të ndryshohet kjo kulturë e veprimit politik? Dhe përgjithsisht e bërjes e politikës në këto hapësira?
Nëse mendoni për ndryshimin e kulturës politike në Maqedoni, është një problem shumë i madh për shkak se prej pavarësisë të Maqedonisë deri në ditët e sotme, koncepti i këtij shteti ka di pasqyra, di këndvështrime. Vështrimi kryesor është i kësaj se ky shtet duhet të jetë i menaxhuar dhe i mbizotruar në baza nacionale, nacionaliste maqedone, që u dëshmua edhe ditët e fundit. Kur bisedojmë në këtë aspekt, unë jam shumë i sigurt dhe nuk kam dilemë për sa i përket çështjes që e thek kolegu Naimi këtu, se aspektet normative, juridiko, kushtetuese dhe implementimi, gjeshet adaptimi i legjislacionit të Maqedonisë konform standardeve evropiane, nuk ka pas probleme të mëdha në miratimin e saj. Bile parlamenti aktual i Maqedonisë është rekordman në miratimin e ligjeve brenda për brenda. Çështja se si e perceptojmë shtetin, si e perceptojnë institucionet, sidomos udhëheqësit e VMRO-s, ne kemi tash atë përparësi, ta themi, një pasqyrë shumë më reale, prej paraqitjes së mega skandalit të përgjimit, e shohëm edhe se si është duk e gjithë bota politiko-juridike dhe ambienti real në Maqedoni dhe menaxhimi me shtetit nga barcit më të lartë, duke filluar prej premierit, ministrave, shefi shërbimeve sekrete, e funksionarë të tjerë, të cilët janë të obliguar dhe kanë legitimitetin të fituar në zgjedhje, ku kanë pas përkrajen e mbi 500.000 votuesve që të menaxhojnë me këtë shtet, ne shohëm se ato si e perceptojmë, duke filluar prej segmentit, ta themi, në segmentin e ndërtimtarisë, në segmentin e çështjeve të tjera. Jo, rolin e faktorit politik shqiptar si e shikoni, inferior apo pa takat politik? Roli i faktorit politik shqiptar në Maqedoni prej vitit 2001, prej nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit, është shumë i rëndësishëm. Nëse kemi ndonjë rezervë dhe dëshiron alludon në atë reale, se sa në politik bërjen, sa ta themi në sukseset dhe përgjegjësitë mund ta ndajmë në faktorin politik shqiptar, ajo një debat që mund ta bëjmë një bisedë, por fitohet përshtypja se nuk kanë qenë sa duhet të zënshëm, nuk kanë qenë energjik sa duhet, nëse kanë pas qasje dhe mbikëqyrje në devijime të cilat vërejse janë bërë. Zoti Tahiri? Po, e gjithë situata politike, do më thënë gjithë spektri politik në Maqedoni aktualisht në një farë mënyre padrejtësisht e përjashton subjektin politik shqiptar nga çështja e marrëveshjes, kompromisit politik dhe gjithë procesin politik. Pra, arsyen e vetme se bombat që u publikuan nga opozita maqedonase, pavarësisht që thuhej se kishin për qëllim demokratizimin e vendit, ndryshimin e sistemit politik, bërjen e distinksionit që është problemi kryesor që ka të bëjë edhe me pyetjen që parashtruat me kulturën politike. Maqedonia ka një problem thelbësor i cili është i evidentuar në të gjitha raportet e organizatave ndërkombëtare. Kjo është ajo që e tham edhe më parë. Ndarja apo mosbërja distinksion i qartë midis partisë apo partive në pushtet dhe shtetit, sepse në fundit shteti nuk është pushteti, është një koncept më i gjerë. Ky është një problem kryesor dhe partitë politike shqiptare në këtë situatë i vuajnë pasojat e luftës politike që është zhvilluar në kampin Maqedonas. Jo rastësisht bombat e publikuara ishin të adresuara drejt partnerit Maqedonas në qeveri VMRO DPMN. Dhe në këtë situatë, kur këto dy partner politik Maqedonas bënin përplasje, kundërshtime, madje kishte edhe kampe para qeverisë dhe para kuvendit, normalisht se faktori politik shqiptar u gjend në një pozitë, siç e thatë, inferiore apo patakat politik. Çfarë duheshte të bëj faktori politik shqiptar dhe a kishte mundësi më të mëdha që të ndikoj, domethënë, unë mendoj se janë iluzore edhe disa qëndrime të njerëzve të cilët kanë pritur nga marrëveshja të përfshi çështjet e shqiptarëve. Marrëveshja nuk është politike, marrëveshja nuk është historike, nuk është marrëveshje që domethënë përcakton linjat se si duhet të reformohet sistemi politik dhe juridik. Marrëveshja është një domethënë protokoll, siç quhet, për të dalë nga kriza politike dhe për të siguruar zgjedhjet.
vetë tërheqja e kryeministrit, vetë lënja mundësisë opozitës maqedonase që të merr pjesë në qeveri dhe formimi i institucionit prokuror special tregon në mënyrë shumë të qartë dhe në mënyrë shumë precize se kjo marrëveshje është bërë në kampin politik Maqedonas dhe midis partnerëve Maqedonas. Partitë shqiptare, domethënë edhe PD-ja në pushtet edhe PD-SH-ja në opozit, në këtë segment të çështjeve ndoshta kanë dashur ose kanë mundur që të kërkojnë disa kërkesa, për shembull që kanë të bëjnë me reformat dhe pjesëmarrjen e shqiptarëve, sepse nëse do të ketë zëvendës ministër i cili do të monitoroj punën e ministrit, normalisht se e njëjta mund të kërkoj edhe nga shqiptarët, në një farë mënyrë që të kishte një mekanizëm të kontrollit brenda qeverisë, flas për gjithë subjektin politik shqiptar. Mendoj se partitë politike shqiptare në një farë mënyre, në këtë situatë, normalisht e kam qartë edhe presionin ndërkombëtar që të arrijë deri tek marrëveshja dhe çështjet tjera, megjithatë duhet të kishin një ripozicionim më të qartë në spektrin politik të vendit. Unë mendoj se vetë fakti që ekzistojnë edhe dy firma të dy liderëve politik shqiptar në këtë marrëveshje, sadokudo flet për praninë, le të themi, shqiptare në Maqedoni. Tjetër është puna, zoti Rashiti, si mendoni se shqiptarët do të ndjenin veten paksa më të pozicionuar në kuptimin pozitiv të fjalës, në mënyrë që disa nga problemet me të cilat aktualisht përballen shqiptarët e këtushëm të gjejnë rrugëzidhje edhe me këtë marrëveshje që cilësohet si tepër e rëndësishme. Ka ndodhur dy defekte me çështjen e Maqedonisë në tërësi, po që më shumë ka afektuar shqiptarët. Është bllokimi i proceseve integruese. Ju siguroj që nëse Maqedonia kishte filluar negociata 2006, 2007, 2008 për integrime në BE, negociata për antarësim, sot nuk do të ishte Gruevski në pushtet. Do të ishim në rrethana tërësisht tjera. Dhe vetë pjesëtarët e VMRO-s ma kanë shpjeguar shumë qartë defektin, deficitin dhe ndrimin e kajes që partia e tyre ka bërë pas bllokimit të procesit integruese. 2. Dhe si rrjedhoi faktorin ndërkombëtar sikur ala anash Maqedoninë. Uli prioritetet e saj në raport me Maqedoninë, për shkak edhe fajit vet, sepse kishin dy proceset më të tjera në Ballkan, Kosovë, Serbi dhe Bosnja, që ishin më iminente, që kërkonin fokus më të madh, dhe kjo bëri që të bie fokusi. Çështja e tretë është konflikti ndër Maqedon, i ri për faktorët ndërkombëtar, dhe ky konflikt, sikur i gjithë faktorët ndërkombëtar, organizatat ndërkombëtare fokusuan te kjo çështje. Dhe ju siguroj që mos me pas qenën Partia Shqiptare, Ali Ahmeti, Mendu Thaçi e në veçanti Ali, sepse e kam të konfirmuar edhe nga gjithë faktorët ndërkombëtar, nuk do të kishin qenë pjesë e procesit. Faktorët ndërkombëtar edhe vetë han filloi negociatat dhe BE-ja mes dy liderëve maqedon. Dhe kjo do të kishte qenë shumë e kënaqur të përfundonin një marrëveshje mes dy liderëve, sepse ata mendonin që do të ishte më e lehtë zgjidhje për të zgjidhur. Dhe në fund kemi një marrëveshje ku dy liderë shqiptar janë përfshirë, që shqiptarët do të janë proporcionalisht përfshirë në çdo grup punues, çdo proces të implementimit të reformave. 3 nga çështjet e reforma janë përfshira nga BDI-ja në planin aksionar të reformave që afekton këta, është diaspora, votimi i diasporës, është reforma e gjyqësorit edhe sistemi elektoral zona. Janë 3 çështje që në koordinatori që udhëheq grup me grupet punuese ka pranuar dhe ka fut në planin aksionar për të adresuar, negociuar, zgjidhur në proces. Tani,
procesi i stagnimi ka ndodhur edhe për diçka tjetër. Si është parametër demokratik. Sa më demokratik të jetë shteti, aq më profesori mund të shpjegojë nga aspekti ligjor, aq më të mira, më shumë drejta qytetarët apo grupet etnike do të kenë. Dhe ne kemi pas një lloj degradimi të demokracisë, të funksionimit të institucioneve demokratike, sepse çështja e mediave që është degraduar politikisht apo çështja e gjyqësorit nuk ka efektuar në mënyrë direkte te pjesëtarët e shqiptarë. Megjithatë, zoti Rashidi, çështja që shtrohet tani është sistemet kushtetutat e të kaluarës janë definuar si kushtetuta që piknisje ka njeriun dhe duhet jetë në shërbim të njeriut. Ju e thatë se nga ana ligjore, me letra, Maqedonia qëndron shumë mirë. Pyetja që shtrohet. Po jo, na tani flasim për një rrethon tjetër. Adresimi të drejtave, sidomos të komuniteteve, nuk është më adresimi të drejtave individuale të njerëzit. Kjo në Ballkan, koncepti i luftat jugosllavisë luftat e Jugosllavisë kanë sjellë një koncept të ri, të drejtat e komuniteteve. Dhe të drejtat e mia si qytetari i Luginës apo dhe ju këtu shikojnë si të drejtat të komunitetit shqiptar dhe të shqiptarëve të tërësi në kornizën kushtetuese ligjore të ambientit politik në Maqedoni, jo të drejtë individuale e tij. Prandaj këtu flasim tani edhe marrëveshjen e orë dhe garancionet kushtetuese, po edhe proceset integruese të cilat do ta bëjnë të drejta kolektive shqiptare do të adresohet në të drejtën për të ndjerë mirë në këtë shtet, për të qenë i kënaqur me të drejtën dhe kualitetin e jetës këtu. Se si përfundon, se çfarë sistemi përfundojmë në 10 vite, 15 derisa të antarësohemi në BE, nuk e dim. A është sistem i tillë çfarë kemi shumë i centralizuar, a është i decentralizuar, a është federal, a konfederal, askush nuk mund ta përcaktojë tash sepse vështirë se këto politika elite që janë sot do të jenë deri atëherë, dhe ambicia e njerëzve qytetarë do të jetë ndoshta më ndryshe, apo ndjenja do të jetë më ndryshe, do të kemë. E rëndësishme është që marrëveshja e Ohrit, edhe me këtë marrëveshje nuk ka diçka që duhet zbulohet. Marrëveshja e Ohrit është një përkufizim kushtetues, detyrim kushtetues për gjithë shtetin. Që është shkrirë në kushtetues. Në kushtetues, sepse është trajtuar sikur çështje e shqiptarëve. Edhe vetë shqiptarët e kanë trajtuar nganjëherë si çështje vetëm e tyre. Marrëveshja është obligim kushtetues i gjithë qytetarëve të këtij vendi dhe çdo elite politike apo kush udhëheq me shtetin për ta trajtuar. Çka nuk kupton që siç e quajmë edhe në raport është një marrëveshje e cila siguron që shqiptarët të ndjehen në barabartë në një shtet unik, në barabartë me të drejtat e tyre gjyqësore, ligjore, kolektive, ekonomike, kështu me radhë. E tash, çështja e parë tash nga aspekti i elitave, shembull, trajtohet çështja ekonomike, financa, investimet publike si prioritet, nga çështja publike trajtohet gjuha si prioritet, ku shkoj, ku takohem me shohin gjuhën si prioritet për të bërë aplikueshme në tërë sistemin ligjor juridik kushtetues këtij vendi dhe do të bëhet patjetër. Nuk e tash çështja e interpretimeve mos siç e ka bërë Partia Maqedone se kjo është e përkufizon vetëm në nivel lokal, besoj që do duhet shumë shpejt zgjidhur. Zoti Fetaj, mendoni se kjo marrëveshje do të sadokudo do t'i çojë përpara këto çështje të hapura për shqiptarët apo për maqedonasit të mbyllura, sepse nga pala Maqedonës e thonë kjo është zgjidhur me marrëveshjen e Ohrit. Nuk ka dilemë se proceset demokratike, sidomos në Maqedoni, janë të definuara, të precizuara në shumë aspekte. Një ndër ato aspektet më të rëndësishme është edhe përcaktime që i cakton marrëveshja e Ohrit, të cilat janë më pjesë e kushtetutës së Maqedonisë. Ky shtet nuk ka mundësi të mbietojë ndryshe pa mos i vendosur parametrat e standardeve demokratike. Çka nuk kupton kjo? Funksionimi i shtetit juridik, funksionimi së drejtës, shoqëria civile, të ketë funksionin e vetë të atij korrektorit, e cila gjithmonë do të jetë në mbikëqyrje të
pushtetit e kështu me radhë, media të lira, kurse segmenti dhe elementi shqiptar është çështje e cila ka prioritet në këtë fazë, me thënë në fazën e ndërtimit asaj që biseduam paraprakisht një shteti të qytetarëve me standarde demokratike. Derisa të arrihet kjo për ne është shumë e rëndësishme si shqiptar dhe gjithmonë ceket dhe cekim, edhe këte kanë vetë dije, edhe të huajt kur vinë këtu, edhe bashkësia ndërkombëtare se bashkësia shqiptare, por edhe bashkësitë më të vogla, pa tjetër të jenë pjesë e sistemit institucional të Maqedonisë, në çdo aspekt të reflektojnë funksionimin e shtetit. Dhe me këtë marrëveshje, po... Fetaj, analiza e grupit ndërkombëtar të krizave, në mos gabohem, flet për institucione të diskredituara. Nëse më pyetni, mua duhet të ndalim tek çështja e marrëveshjes, pastaj do të ndërlidhen. Çështja e marrëveshjes qershorit apo korrikut. Unë nuk kam dyshim se partitë politike shqiptare kanë vullnet, kanë dëshirë, sepse ajo është në të mirën e tyre, që t'i hapin çështjet politike brenda negociatave dhe grupeve punuesi që do të trajtojnë çështjet e hapura dhe reformat, sidomos në sistemin zgjedhor. Megjithatë, është një problem krucial. Koha është shumë e shkurtër për të menduar se do të bëhen çuditëra. Domethënë, zgjedhjet do të mbahen në prill dhe të gjitha aktivitetet ligjore, parlamentare, aktivitetet politike për reformimin e përgjithshëm të sistemit do të ndërpriten në janar, sepse pastaj fillojnë afatet për procesin zgjedhor. Çështja e votimit të diasporës, modelit zgjedhor, mendoj se nuk do të hapen dhe nuk ka hapësirë për të menduar apo për të shpresuar se mund të ketë ndryshime sa i përket kësaj çështje. Pra Maqedonia do të vazhdoj edhe në zgjedhjet e ardhshme të votojë me 6 njësi zgjedhore dhe fatkeqësisht edhe deputetët e diasporës do të zgjidhen nga VMRO DPMN-ja për arsye sepse ato deputet të diasporës qëllimisht janë menduar nga VMRO DPMN-ja për të siguruar shumicë parlamentare. Çështja e vetme ku mund të shpresojmë të gjithë shqiptarët, maqedonasit, të gjithë qytetarët, është çështja e listës zgjedhore, pastrimit të listës zgjedhore dhe në këto zgjedhje të mos votojnë të vdekurit, të mos votojnë njerëzit pra që ardhurit nga vendet fqinje, të ardhurit nga pusteci e kështu me radhë, sepse kemi parë në zgjedhjet e kaluara, sidomos në zgjedhjet vendore në një komunë që është komuna Qendër, ku vihen në pikpyetje zgjedhja e kryetarit të komunës Qendër nga radha të opozitës, pikërisht se shumica e votuesve ishin të ardhur nga pusteci dhe ato vetëm kishin ardhur këtu dhe në pyetjet e gazetarëve ato nuk dinin se ku kanë vendbanimin e tyre e kështu me radhë, ndërsa shteti i Maqedonisë i trajtonte si votues. Pra, këto çështje mendoj se duhet të zgjidhen, duhet të instalohet brenda Komisionit Shtetëror Zgjedhor mekanizmi i konsenzusit, sepse aktualisht shumica parlamentare, VMRO DPMN-ja dhe BDI-ja kanë shumicë 4-3 dhe në çdo moment ata për të gjitha padrejtësitë ose për të gjitha parregullshmëritë që bëhen në zgjedhje mund të mbivotojnë opozitën dhe kjo nuk është në rregull, sepse në një farë mënyre legjitimohet procesi i manipuluar zgjedhor. Sa i përket çështjes së marrëveshjeve në të ardhmen, qeveria e ardhshme do të ketë në tavolinën e saj për shqyrtim detyrimisht çështjet e shqiptarëve. Çështjen kryesore do ta ketë çështjen e konsenzusit dhe vendimmarrjes, sepse u dëshmua në këto 9 vite, prej kur VMRO DPMN-ja ka ardhur në pushtet në 2006, edhe me PDSH-n, edhe me BDI-n, se nuk mund të veprohet nga pozitat e etnocentrizmit. VMRO DPMN-ja vepron nga pozitat e etnocentrizmit. PDSH-ja më parë dhe sidomos BDI-ja, duke shfaqur dëshiren dhe vullnetin politik për të stabilizuar dhe për të integruar vendin, gjë që nuk është gjë e keqe. Megjithatë në dëm të platformës reale
politike që e ka, që është statusi i shqiptarëve. Dhe neve në kujtojnë deklaratat të politikanëve, të BDI-s dhe politikanëve shqiptarë, që ne bëjmë koncesione në kushtimisht, them tani, bëjmë koncesione sa i përket statusit të shqiptarëve, çështjes së gjuhës, çështjes së simbolive kombëtare, vetëm ta çojmë Maqedoninë përpara. Kush don ta çojë Maqedoninë përpara? Shqiptarët. Dhe çfarë do me thënë kjo? Që maqedonasit nuk janë të interesuar për integrimin e vendit. Dhe unë mendoj se maqedonasit, nëse e legjitimojnë edhe njëherë VMRO dhe përmenojnë si parti kryesore politike në qeverisje, atëherë do të dëshmojnë se ata nuk janë realisht për integrimin e vendit dhe ata janë për orientimin e vendit drejt lindjes, drejt Rusis, drejt organizatës e vendeve të painkuadruara dhe disa organizatave tjera fantome jo integruese që në një farë mënyrë nuk shfaqin interesin qytetar dhe interesin etnik të shqiptarëve për të integruar në strukturat euroatlantike. Si e shikoni këtë qasje të zotit Tahiri? Shumë bukur, nuk ka dilemë se Maqedonia në aspektin e analizës zhvillimit demokratik të një shtetit demokratik, sidomos 6 vite, 7 vitet e fundit ka dëshmuar se si nuk duhet një shtet të zhvillohet. Aq më tepër kur dihet se Maqedonia, shtyllat kryesore i ka pas orientimet. Atë që e bisedojmë ne. Që e shtronë zotit Tahiri është pse kështu? Se ndodh kjo? Shumë thjesht dhe shumë qartë, edhe atë e ka dëshmuar të gjitha edhe raportet e huaja, raportet e tërkombëtare që kanë qenë deri tani, edhe përgjimet e dëshmuan, edhe ne jemi dëshmitar atje, edhe çdo ditë jemi dëshmitar. Ajo është identifikimi i nacionalizmit dhe një partie me shtetin, do me thënë uzurpimi i të gjithë hapësirës institucionale, shtetërore. A e dini, zoti Seladi, se shteti tash ja me raportin e avokatit të popullit ka 1100 institucione, mekanizma të cilët duhet të përmbushin përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. 1100. A e dini sa mënyrë partijake janë të uzurpuara prej këtive? Nëse bisedojmë prej gjyqësorit, mos bisedojmë prej institucioneve të tjera. E gjithë kjo një ide ka pas, një ide, një vizion anakronik, total. Partijak me ide dhe ideologjinë e VMRO-s. Mos bisedojmë për, ta themi, Shkupit 2015, e shumë çështje tjera. Në këtë katrahur, në këtë keq përdorim të institucioneve shtetërore, ku është gjendë Bashkimi Demokratik për Integrim? Ku e kam pas pozicionin, ta themi, faktori politik shqiptar? Shpëto që ka mund të shpëtojsh. Në këtë situatë, kur e di, atë që u cek edhe paraprakisht, se mund të shpëtojmë demokracinë, bisedojmë tërkohën, mund të shpëtojmë pozicione juridiko-kushtetuese, vetëm duke na ndihmuar Bashkia Ndërkombëtare. Kur do të bëshim ne anëtare e NATO-s në vitin 2008, mos kishte qenë paralajmëruar vetë nga ana e Greqisë, atëherë do të jemi pjesë e përgjegjësisë institucionale, shtetërore, kështu me radhë, nuk do të mundesh atëherë kujti kujtohesh në mënyrë unanime, arbitrare, të papar deri tani, që vërehet edhe prej mega skandalit prej përgjimeve, atëherë do të hapeshte hapësira edhe për realizimin e çështjeve tona. Më lejo edhe diçka tjetër, përdryshe çështja e absolvimit të peshës politike të shqiptarëve në Maqedoni, në institucione, edhe pse është në mënyrë relevante e përcaktuar, ka mundësi për një përmirësim që të ndalojmë, gjithsesi parandalojmë kështu keq përdorime të kësaj natyre, ku mund të themi se ka qenë shumë rënd për t'i parandaluar të çështje. Kur kryeshefi i shërbimeve sekrete është Maqedon, kur premieri Maqedon, kur kryetari i parlamentit Maqedon, kur kryetari i shtetit Maqedon, edhe atë gati ta themi prej një partie politike. Hermetikisht të gjithë mekanizmat janë të vendosura, sidomos edhe ideja kur është nacionale e kështu me radhë partijake, kur nuk ka vizion gjithësisht kulturë politike demokratike, atëherë ngelen e vetë një çështje, kjo që thash me jo se la di këtu, formimi i qeverisë me parimin e Badinterit, gjithashtu vendimet mrenda qeverisë të vendosen me një lloj vetu, në kam qëllimin që mos bëhet jo efikase qeveria, por edhe aty tash vendoset mekanizmi i mbivotimit. Ne kemi raste sa herë ministrat e Bashkimit Demokratik për Integrim nuk janë dakorduar me propozim ligje që ka shku në parlament. Pasi në parlament ekziston mekanizmi i Badinterit, atëherë janë ripozicionuar. Në qeveri këtë nuk mund ta ndalim, se e mbivotojnë dhe e propozojnë si ligj, edhe atëherë fillojnë me mekanizmat demokratik të cilat kanë thonë efekt. Ja, ligji që ishte për, ta themi një shembull eklatant, që ishte ligji për
Branditella të jashtë i cili nuk arriti që të kaloj fazën që të miratohet në parlament. Me thonë se kjo është një pjesë shumë e gjerë, por ajo që një kryesore, Maqedonia me marrëveshjen e 2 qershorit dhe të 15 korrikut, përfundimisht, janë shumë optimist në këtë drejtim, fillon një fazë të re ku do të vendosin mekanizma për të ruajtur shtetin që mos robrohet prej partive politike, se partia që fiton të ne ka qenë i fiton të gjitha. Nuk mund t'i fitoj të gjitha, do t'i fitoj një pjesë të kompetenceve që ja jep mandati politik që ka marrë në Megjithatë, grupi ndërkombëtar i krizave, po mundohem të citoj, shtron si detyrë imediate zgjidhjen e krizës së dyfisht ju e quani, të legitimitetit të pushtetit dhe sigurisë rajonale. E para, legitimiteti i pushtetit do të thotë bërja reforma për zgjedhje të lira dhe fair. Pavarësisht pa prejudikuar se kush në fund të fiton zgjedhjet. Kjo është çështje e sondazheve. Një prej defekteve gjithë këtij procesi është Partia Opozitare Maqedone e dobët dhe shpesh reagimet e tyre, veprimet e tyre kanë qenë burim i dobësisë së tyre, edhe cilat kanë irrituar shpesh faktorin ndërkombëtar, involvuar në proces, përkundër faktit shembull që edhe vetë faktorin ndërkombëtar ka pa BDI-n që përkundër mungesës së influencës mjaftueshme brenda koalicionit, në këtë proces politik BDI-n ka kuptuar si shumë të rëndësishme. Dua ta them një detaj, javën e kaluar kam shkuar me urgjencë në Bruksel për të sqaruar pozicionet, në fakt para marrëveshjes, pozicionet të BDI, sepse faktori ndërkombëtar merrte shumë seriozisht kërcënimet e BDI-s për dalë nga koalicioni dhe rolin e tij në proces. Dhe jemi bindur që siç e kanë shpjeguar ata, ka pas një rol shumë të rëndësishëm në arritjen e marrëveshjes, duke bërë presion mbi palët, edhe duke tregu peshën se çka ndodh në situatë kur del nga koalicioni, çka do të kishte ndodhur kur del nga koalicioni BDI-ja. Dhe dua të kthehem te kjo që tha edhe kolegu që duhet që nganjëherë ne nuk peshojmë. Tani po flasim për bërjen e reformave pas marrëveshjes. Deri me 15 korrekt kemi fol për degradimin e situatës, rrezikshmërinë e situatës. Kështu që kemi bërë një hap shumë të madh, unë besoj. Edhe çështja e dytë e sigurisë rajonale, sigurisë edhe brenda vendit edhe rajonale, është se marrëdhëniet ndërfshqinësore nuk janë të mira, bashkëpunimi ndërfshqinësor nuk janë të mira. As Prishtina s'ka bërë mjaftueshëm, as Tirana s'ka bërë mjaftueshëm, po edhe Gruevski ka qenë jo bashkëpunues në ndërtimin, forcimin e marrëdhënieve rajonale, dhe e cila po afekton më së shumti marrëdhënien ndëretnike si një proces shumë fragjil, ende fragjil brenda Maqedonisë. Maqedonia një ditë do t'i bëjë reformat, do t'i zgjidhë çështjet, por çështja e marrëdhënieve bashkëtesës ndëretnike dhe rritjes së harmonisë ndëretnike është çështja më e rëndësishme, se në rast se ndodh diçka, që nuk besoj të tash, nuk po prejudikoj që po ndodh, por në rast se ndodh diçka do të ketë çmim shumë të madh për Maqedoninë. Dhe këtë nuk e kanë shumë qartë maqedonasit, dhe tek tash ka fillu faktori ndërkombëtar të kuptoj. Por ta thonë troç që faktori ndërkombëtar, duke përfshirë edhe grupin ndërkombëtar krizave, janë involvuar vetëm pas Kumanovës. Realisht, BE-ja ka marrë masa për të zgjidhur krizën politike vetëm pas Kumanovës. Në fakt, u është fjala për Kumanovën, zoti Rashiti, pyetje për zotin Fetaj. Fitoi për shtypja se u paralajmërua një Kumanov, pa e ditur se do të ndodhë në Kumanov, nga një ish general i cili latë kuptohet se qeveria do t'jap kaq e kaq para për të shkaktuar një incident. Çështja dhe rasti i Kumanovës, edhe pse nuk është deri në fund i zbardhur, por ajo që është porosia është se në periudhën në këtë kohë bashkëkohore nuk mund dikush të kurdis diçka me qëllime, me prapavija të caktuara e mos ngelje faktikisht ta marrë përgjegjësinë. Ju e dini se për këtë shkak brenda NATO-s u shkarkuan 2 ministra dhe kryeshefi i shërbimeve sekrete, mua më vjen keq për gjithë këtë gollgot ku mendohej që të instrumentalizohet ideja dhe qëllimi i lëvizjeve, ta themi, të ndryshme që ka këtu. Mirë po fatkeqësisht
Fatkeqësisht patëm shumë viktima, patë shumë dëme e kështu me radhë, por ideja dhe qëllimi i kësaj si duket ende nuk është deri në fund i zbardhur. Prandaj një ndër elementet, një ndër çështjet që do t'i ketë edhe prokurori special, të cilën nuk e cekëm këtu, misioni i të cilit mendoj se do të jetë shumë i rëndësishëm në këtë periudhë, që duhet shumë shpejt deri në 15 shtator të instalohet gjithsesi të zgjidhet prokurori special, edhe pse shkruan atij se do të mirret parasysh, do të mirret tërkohën me çështjen e përgjimeve që kanë qenë atij. Po, dhe të puqit, por gjithashtu edhe këtu kemi përgjime të ndryshme edhe të dalë deri në dritë se ka indikacione dhe shpekullime të natyrave të ndryshme. Por edhe një gjë u vërtetu se, edhe këte, se sa e ndjeshme, se sa jo stabile është regioni i Ballkanit jugperëndimor ku gjendemi ne. Në momentet e duhura, me njëherë gatishmëria ushtarake në Serbi, në Kosovë, në Bullgari, ta themi në të rajonin, veç u bë një situatë jo e sigurt ku pati pasoja edhe për investitorët e kështu me radhë. Që në fillim e shtroi çështjen mbetet e hapur, mos them gaboj nëse them se pak me pesimizëm e shikon mundësinë që të bëhen gjithë këto detyra brenda kësaj kohe kaq të shkurtër. Tentoj që të shoh çështjet me një lloj realizmi, domethënë me një objektivizëm edhe profesional, duke qenë se profesioni im bazë është ai i gazetarit. Pesimizmi im ka të bëj me atë se nuk do të arrihet derisa ne mendojmë apo subjektet politike, sidomos opozitare, do të dëshironin, sepse VMRO-DPMN-ja e ka të qartë pozicionin e saj se do të ishte mirë që kjo marrëveshje të zbatohet në minimum. Unë mendoj se këto çështje të cilat i ceka, duke përfshirë edhe reformat në media dhe në institucionin ku punon, në fakt, ku është antar i jashtëm, zoti Fetaj, Agjencia e Mediave dhe disa institucione tjera të cilat nuk duhet bëjnë më presione ndaj votuesve, siç është Drejtoria e Hyrave Publike, institucioni i revizionit shtetit e kështu me radhë, që bënte vazhdimisht presion ndaj partive opozitare lidhur me çështjet e financimit të fushatave të tyre dhe të gjitha paregullshmëritë që bëheshin rreth financimit të fushatës partive në pushtet i heshte dhe i miratonte me aklamacion. Unë mendoj se është një kohë shumë e shkurtër që ne mendojmë se do të arrihet një perfeksionizëm i sistemit dhe Maqedonia do të shkojë në zgjedhje me institucione tërësisht demokratike. Maqedonia në zgjedhje duhet të shkojë me institucione të cilat në një farë mënyrë do të garantojnë korrektesë në kuptimin e mbajtjes së zgjedhjeve. Ajo që është elementare dhe unë prap kam dilemat e mia se do të arrihet. Për shembull, instrumentalizimi apo përdorimi partijak i njerëzve të cilët janë të punësuar në administratë. Ai nuk zgjidhet as me marrëveshje, në ligjin tonë ekziston që administrata shtetërore dhe publike nuk duhet të keq përdoret politikisht. E dim në situatën si është dhe nuk ka nevojë që të përdorim shembuj dhe të themi që administrata është e partizuar dhe punësimi në pjesën më të madhe të institucioneve bëhet me listat partijake të partive në pushtet dhe në këtë drejtim ka prir VMRO-DPMN-ja, e cila në një farë mënyre thamë që tërësisht aparatin shtetëror gjatë zgjedhjeve e përdor në funksion politik. Kjo çështje, domethënë, është çështje e kulturës politike. Nuk është çështje e ligjit, edhe çështje sepse ndikimet nuk bëhen në mënyrë të dukshme që t'i shohin mediat. Presionet bëhen sidomos natën dhe sidomos bëhen në zyra të mbyllura, ku njerëzve kërkojnë lista të familjeve, të mahallave dhe të lagjeve të cilët duhet votojnë dhe t'i sjellin në parti. Janë dy konkluza që mund t'i bëjmë në raport me këtë që tha kolegu. Janë që nëse Maqedonia bën zgjedhje të këqija prapë, me vërejtje, Maqedonia me automatizëm e humb statusin e kandidatit. Rekomandimin. E humb rekomandimin për fillim në falë negociata. Dhe atëherë,
shihemi pas shumë viteve. Dhe kjo është rëndësishme. Mos ky rrezik ka qenë edhe në mungesë të marrëveshje, po në marrëveshje dhe mos bërja e reformave dhe mos mbajtja zgjedhjeve të mira, të lira demokratike, me automatizëm do ta humb rekomandimin. E dyta që duhet të them është që data 24 prill sa është, nuk është definitive. Besoj fuqishëm se zgjedhjet nuk do të mbahen për shkak rrezikut që e përmenda të parën, pa bërjen e minimumit reformave për t'i garantuar një sistem relativisht mirë, sigurt për zgjedhje. Edhe kjo ndoshta tash ai përshtatet dikujt apo askujt, besoj që të gjitha partitë politike si Maqedonia si Shqiptare kanë qartë se për të shkuar në zgjedhje, për të caktuar datën e zgjedhjes, duhet bërë një seri reformash paraprake. Nëse vonon reformat, vonon në zgjedhjet. Pikërisht këtu desha të dalë në mbarim të këtij bashkëbisedimi, zoti Rashiti. Mendoni se këta 4 politikanë, këto 4 parti që po thuan se i qëndrojnë, i dalin zot kësaj marrëveshje, do të jenë aq të vendosura, të mos them të përgjithshme, që sadokudo ta shndrojnë në realitet atë për çka me javë apo muaj të tërë zvaritën të merren vesh. Nga aspekti teknik, detyrat janë të qarta, janë të shkruar, të vizatuara. Është një grup punues që ka me i miratu reformat me konsenzus, të cilat ka me i bo qeveria së bashku me futjen e SDSM-it, dhe kanë me i pregadit gjitha reformat me kalu në kuvend, me i bo ndryshimet në mënyrë. Rruga është shumë e shkurt, nëse ka vullnet politik. Një e dyta që është zvretër se në grupet punuese, niveli i dytë i tretë i përfaqësuesve janë më bashkëpunuese sa liderët. Edhe çdo ku ndodh, janë më bashkëpunues, janë më zëshëm në atë proces, përkundër shtyrjes së grupit punues, po kjo është kohë vere, është shtyr për pushime, për deri në shtator me gjas. Nuk do të ketë dinamik të re deri në fillim shtatorit. Dhe liderëve vetëm i mbetet për t'ia dhënë mbështetjen politike veprimeve të grupit punues për bërjen e reforma. Nuk shoh ndonjë dhe ajo që e thash më herët është angazhimi i BE-s dhe SHBA-ve me ekspertizë si te prokurori special, si në hetimet e Kumanovës dhe në grupet punuese për reforma, sepse ka disa nivele grupe punuese për reforma, me ekspert për t'i shtytur. Unë e njeh shumë mirë se si kanë bërë faktorit ndërkombëtar në Kosovë. Çdo grupi punues, çdo reformë, çdo ligji ja vendosin një ekspert ndërkombëtar. Nganjëherë shpesh ai përfundon të bëret më shumë punë se sa i tërë grupi atje. Por punët kam përshtypjen se një praktike e tillë do të funksionojë, do të zbatohet edhe këtu. Element të tilla, jo ndoshta çdo kund, po element të tilla do të ketë dhe jam i bindur se tek prokurori special do të ketë asistencë ndërkombëtare. Zoti Fetaj, zoti Tahiri, mendoni se do t'ia dalim, t'i bëjmë detyrat e shtëpisë brenda afatit, zoti Rashiti, edhe ai është paksa pesimist për këtë? Po, ndoshta ka argumentet, po. Pesimist, po nuk jam i brengosur nëse zgjedhjet nuk mbahen prill, po mbahen maj. Kjo është e rëndësishme. Përderisa bëhen reformat dhe përderisa nuk e shoh të kthyeshme rrugën tash me ngesë. Nëse ngec situata, është prapë kërcënim sigurie, kthehemi situatën që kemi përshkruar në raport. Po, unë jam optimist për shkak se duke pas parasysh atë që ka ndodhur në Maqedoni 8 vjetët e fundit, a sidomos këte që na ndodhi 6 muaj, prej muaj të dikur u paraqit mega skandali, kur mund ta paramendojshim ne se brenda 4 muaj ose 5 në Maqedoni do të kemi situatë ku bisedohet për dorëheqjen e qeverisë, për 100 ditë para, premieri tani mos jetë aty, të kemi prokuror special. Kjo vetëm duke u falënderuar angazhimit serios të faktorit ndërkombëtar. Dhe është vërtetuar se në shtetet në tranzicion, ku nuk ka demokraci të konsoliduar, vjen deri te uzurpimi i institucioneve dhe nuk ka kush e shpëton atë shtet nëse nuk intervenojnë prej jashtë. Kështu edhe instalohen autokracitë e ndryshme në shtetet e botës, ku një strukturë qeverisët 50 derisa
të zgjaset, ta themi, jeta e liderit e shumë e radhë. Ne kemi fatin që jemi pjesë i strukturave të integrimeve euroatlantike në fazë shumë të thellë, tash kemi edhe në xllat bisedat që bëhen për edhe kaptinën 23-24. Unë mendoj se një punë shumë e madhe do të krihet me instalimin dhe me dhënien e kompetencave të funksionimit të prokurorit special, i cili, ja e dëshmon edhe kolegu këtu, se do të kemi supervizion, mbështetje, mbikëqyrje, ekspertizë të ndërkombëtarëve. Ajo është mekanizmi kryesor që është dëshmuar se këto shtete në tranzicion, posaçërisht Maqedonia, pa faktorin ndërkombëtar, deri diku Bashkimi Evropian, por në raste eklatante Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ato e bëjnë edhe zgjidhjen përfundimtare. Edhe këtë më lejo ta krijoj, bile është shumë ilustrative se shumica, besoj duke u falendëruar punës që ta krijoj prokurori special, ndoshta nuk do të jenë as bartës të listave, as kandidat për deputet, as kandidat për ministra, as premiera të ardhshëm, për shkak se përgjimet do të dëshmojnë dhe do të ketë përgjegjësi. Unë kam shumë besim te misioni i prokurorit special që është e bërëvar. Tahiri, mendoni se politika edhe faktori ndërkombëtar, më saktësisht duke ndjekur politikën e Kulaçit dhe të Kërbaçit, do të ketë efekt? Unë mendoj se ka nevojë më tepër për efektin për Kërbaçi. Politikanët tanë kanë nevojë për kjo për shaka. Çështja, unë mendoj se jam i prirur ta shoh çështjen e marrëveshjes dhe zbatimin e reformave në dy plane. Plani i parë është teknik dhe plani i dytë është politik demokratik. Plani i parë teknik, për cilin në morëm vesh se domethënë ka vullnet politik, grupet punuese do t'i kryejnë detyrat dhe do të mund të arrihet. Çështja e listës zgjedhore, çështja e reformave, mbikëqyrjes në polici nga ana e opozitës, në sistemin e drejtësisë, mosdhënia e ndihmë asistencë sociale gjatë zgjedhjeve e kështu me radhë. Por kthehemi tek terreni politik. Kjo është e rëndësishme. Unë mendoj se partia politike në pushtet VMRO, DPMN-ja dhe domethënë partnerët e saj të koalicionit nuk e dëshmojnë gatishmërinë dhe vullnetin demokratik për të pasur zgjedhje korrekte. Një ditë pas marrëveshjes, vetëm një ditë pas marrëveshjes së nënshkruar faktikisht të protokollit për marrëveshjen politike, del në konferencë për shtyp Ministri i Financave, zëvendës kryeministri Zoran Stavrevski, dhe thotë që ne kemi bërë ribalans të buxhetit. Çfarë parashihet me ribalansin? Parashihet rritja e rrogave për 10% dhe rritja e pensioneve. Çfarë është kjo? Kjo është një lloj mungesë, një lloj deficiti elementar demokratik për të pasur zgjedhje, se domethënë vetë kjo parti po dëshmon se nuk është e gatshme të ballafaqohet me reformat, sepse ballafaqimi me reformat dhe nëse ka zgjedhje të drejta, normalisht që kjo parti nuk do të ketë domethënë mbi 61 deputet, apo nuk do të ketë shumicë të plot parlamentare. Të shohim, zoti Rashidi, po? Dy diskrecione vogël. Jemi bindur që nuk do të kemi votë diasporës më. Dhe dy, kisha besoj që pritjet për puna e prokurorisë speciale apo prokurorët do t'i ulem për shkak kohës. Është e vështirë për 15 shtatorit deri pas zgjedhjeve që ata të vinë me konkluza, me raporte, me padi, sepse ende s'është rregulluar çështja e gjykatës, në cilën gjykatë ato lëndë padit ngriten. Kështu që kam përshtypjen që puna e prokurorit do zgjas me vite shumë pas zgjedhjeve. Të presim e të shohim për mësafirin ton nga Prishtina një sqarim për teleshikuesit ton. Ju prezantuam si përfaqësues nga grupi ndërkombëtar i krizave. Shkurt, për çfarë grupimi është fjala? Unë jam nga Presheva, tani po jetoj punoj në Prishtinë, kam punuar për grupin ndërkombëtar të krizave në Ballkan. Tash disa vite. Tash 10 vite. Edhe grupi ndërkombëtar të krizave është me seli në Bruksel. Është një organizatë ndërkombëtare që mirret me parandalimin e konflikteve. Ka qenë aktive këtu në Maqedoni prej vitit 2000. Në Kosovë prej në vitit 98, është krijuar në Ballkan,
në Bosnjë, në vitin 96 me fillimin e luftës dhe mungesë të angazhimeve ndërkombëtar, është menduar të ketë një organizim ndërkombëtar me përfaqësim shumë të fuqishëm diplomatëve për të sugjeruar dhe avokuar për politikë, për angazhim dhe intervenim ndërkombëtar në zgjidhjen e konflikteve apo parandalimin e konflikteve. Siç e thash, raporti i fundit ka qenë në vitin 2011. Në 2013 grupi ndërkombëtar kriza ka mbyll projektin për Ballkan. Unë tani kam një think tank time që punojnë për rajon, por për shkak zhvillime në Maqedoni dhe ngjarje me Kumanovën, grupi ndërkombëtar kriza vendosi që të kthehet të bëj analizë në teren. Kemi qëndruar 1 muaj e gjysmë këtu në Maqedoni, në Shkup, dhe qëllimi i tij ka qenë që të bëhet një analizë sa më transparente, sa më e mirë të sillen të gjetura nga terreni, dhe 2 që të bëhet avokim, të mobilizohet faktorin ndërkombëtar që të involvohet në Besoj se e keni lexuar një shkrim në një të përditshme proqeveritare maqedonese ku pretendohej se analiza e GNK-s është shkruar në Kosovë. Nuk ka lidhje. Analiza e GNK-s ajo është qendrim personal i dikujt. GNK-s është shkruar në Shkup, drafti është bërë në Shkup dhe puna është bërë në Bruxelles, në Washington, në zyret në Bruxelles dhe Washington. Falenderit Naim Rashiti nga grupi ndërkombëtar i krizave. Falenderoj dhe zotrinjt Milaim Fetaj, Sefer Tahiri, unë jam Seladin Gjezairi. Miq të nderuar, mirupafshim sot një javë në të njëjtën kohë. Shpresoj se sot një javë mysafir yni do të jetë kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, zoti Ramush Haradinaj. Mirupafshim.